Sot flamuri kombëtar është një gjysmështizë. Kjo sepse Shqipëria po jep lam të mirë një personi që e la politikën me dinjitet. Ai nuk ishte perfekt, por ishte i guximshëm. Dhe dihet që historia nuk vlerëson ato që zgabuan, por ata që guxuan. Një lider i cili që një ndër liderët e PS-s edhe më liberali, më i dashurit, më respektuari, që nuk bëri keq kurrë. Një njeri shumë të mirë, njëkohësisht edhe paqësues me PD-n. Dhe kjo më pëlqeu jashtëmase, jo vetëm edhe dhe me organizatat e tjera të jashtë vendit. Ato znanon e mbaj mend si themelues të Partisë Socialiste, njeri që vlerësonte situatat brenda dhe jashtë vendit dhe duke jo përshtatur, ka qenë një intelektual demokrat i cili kishte si synim kryesor që dhe Shqipërinë të jepte format e një demokracie intelektuale.